Hajde Zysha. Hopaj. Bravo, Hopaj. Nisi. Hajde Nis. Ja se duhet ju themi dhe shikuesve tani nis kapet I topin tani, bëj ca pasa me veten. Mënyra më e mirë që të argëtoj pak fëmijët gjatë periudhës së verës, kur jemi në plazh, pishina, jemi Matilda Çaushin që është trajnere fitnessi edhe mësuese fiskulture dhe Enis Shpendi, I cili ka përfunduar klasën e 5 të shkollën Dora Distra. Ai ka filluar që në moshën 5 vjeçare të vrapoj dhe prej 3 vitesh Enisi garon si atlet me skuadrën e Tiranës, madje shpallur dhe fituesi I edicionit të dytë të Inter Run Club në kategorinë Junior Fan. Kështu që sot e kemi këtu në studio për të na treguar për pasionin e tij për atletikën, që në moshën 5 vjeçare ka filluar apo jo, dhe sigurisht stërvitjet e tij tani në periudhën e verës. Mirë se erdhët të dy. Mirë se ju gjetëm. Mënyra më e mirë tani për të ndihmuar e për të dhënë ca këshilla, sepse të gjithë e dim, koha e fëmijëve përgjatë gjithë verës duhet të jetë po aq cilësore. Kam përfunduar shkollën, kështu që të mos rinë gjithë ditën në telefon, më mirë t'i ushtrojmë pak, edhe në ato pak minuta që kemi në dispozicion e si prindër që të angazhohem pak, apo jo. E ta pyesim pak Enisin si e kalon ditën tani që ka mbaruar shkolla? Unë e kaloj shumë mirë ditën, ly me shokët, ri jashtë, nuk ri aq shumë telefon, por ri ndonjëherë. Pak, të shikon më shumë telefon? YouTube, luaj. Los, ke në lojë të preferuar. Me mësimet si e mbyllë shkollën? Shumë mirë. Shumë mirë. Që ti ke filluar që në moshën 5 vjeç e theksova që të vraposh. Të pëlqen shumë vrapi? Po, shumë më pëlqen. Enisi ka qenë 5 vjeç është spikator në shkollë, që ky kishte një talent të jashtëzakonshëm, nuk është një fëmijë që thjesht e pëlqen vrapin, po ky ka një talent që realisht po të kultivohet mirë, po të stërvitet mirë, ashtu si kurse tani po stërvitet, do japi një efikasitet shumë të bukur për këtë. Pra nisi është në stërvitje të vazhdueshme. Tani, ky ka 3 vjetë që stërvitet në mënyrë intensive, profesionale, nga një trajner shumë profesional, dhe kjo ka bërë që të ky të nxjerrë dhe të gjithë rezultatet e veta shumë më të mira, po patjetër që ne mundohemi të jemi modest, edhe të punojmë gjithë kohës, patjetër që edhe kur jemi me pushime, ne përsëri do bëjmë stërvitje, por në mënyrë lojrar, gjërar që ne të mos të jemi të stresuar gjatë kohës që jemi. Ke marrë një çmim, je vlerësuar. Tani çfarë synon, çfarë pret? Unë tash i pris me bë rekordin, e shqipris në 100 metra, dum shumë ta bëj, e kam shumë qef 100-qin, dhe jam shumë mirë në stërvitje deri tash. Sa orë do ti stërvitesh? Stërvitesh për ditë apo? Për ditë, ditë për ditë, përveç dielës. Rri 1 orë gjys. Kjo të mban aktiv, të mban shumë mirë dhe me angana shëndetësore. Si e ndjen ti këtë pjesën e? Unë ndjen shumë mirë dhe rri shumë I shëndetshëm me gjërat. Pra, me gjërat, me ushqimet, për shembull, si ke raportin me të ëmblat, me fast foodin, do të thënë, këto I ke të ndaluara reptësisht, si është dieta jote? Dieta ime është gjërat e shëndetshme që kanë hekur, protein, karbohidrate pastra. Neve dhe në shkollë kur jemi... Nuk të ndohesh ti nga ëmbëlsirat apo nga ndonjë ushqim kështu? Po, I ham sasi të vogla. Po, do t'i ham dhe ato, por ne I ham për shembull 2 biskota, 2 patatina, që të heqim vetëm nepsin, sepse ne nuk mund të jemi njësoj si gjithë fëmijët e tjerë, meqense ne duam që të ecim para. Absolutisht. Tani me shokët dhe shoqet? Shumë mirë, jena shumë mirë në shkollë, jena shumë kënaqur, luajmë bashkë gjithë, bëjmë lojra. Po tani me shokët dhe shoqet takohesh gjatë këtyre pushimeve? Jo, sepse ata janë në vende të tjera, nuk takojmë dot. Ti luan aty me shokët e lagjes dhe shoqet. Të pëlqen dhe futbolli, meqense ke ardhur me top? Po e ndjek kampionatin? Po, shumë. Me cilën skuadër je? Me Portugalin. Me Portugalin. Nga që janë dhe orare tani dhe fëmijët dhe të gjithë po krijojnë çik pengesa se janë orët e vona. Gjithsesi, tani bashkë me Zysh Matildën do të na tregojnë disa mënyra stërvitjeje se si do të ushtrohemi aty tek bregu I detit, tek lagja. Që është shumë e rëndësishme, jo vetëm për fëmijët, po jo vetëm për fëmijët që merren me sport, por unë më shoj dhe vazhdoj të këmbgul që prindrit në vetvete duhet fillojnë të mësojnë edukatën sportive gjithë fëmijëve.
Pa tjetër, duke ushtruar vetë, syngjeri e mirë është fëmia, që kështu ne bëjmë disa ushtrime, bëjmë disa lojra, ose bëjmë një aktivitet fizik edhe në formë loje, që edhe të kënaqen dhe të luajnë. Pra, është shumë e rëndësishme që edhe kur ikin me pushime, fëmijët mos të harrojnë që ka një aktivitet fizik, që edhe ne do kujdesemi pak çfarë do am, dhe ne të jemi gjithkohës në mbikëqyrjen e fëmijës që mos të ri pa vëmendje, po kjo vëmendje të jetë shumë e mirë edhe duke bërë pak aktivitet. Tani në verë, për ata që stërviten dhe shkojnë në palestër, është rekomandueshme ai ushtrimi njësoj si në muajt e tjera, apo bie pak intensiteti stërvitjes? Tani, intensiteti normalisht bie, sepse edhe ti do ta shijosh ato 10 ditë që ikën me pushime, patjetër do që ti shijosh. Bie pak intensiteti, po e rëndësishme është që ne të mbajmë formën që kemi krijuar gjatë gjithë vitit. Edhe në këtë lloj forme, edhe ne si prindër, ne si prindër, juve ata që janë me prindër, se unë jam, se më del nesër që kam bërë dhe ndonjë fëmijë. Dhe ne si prindër bëjmë të pamundurën për të mbajtur fizikun në ata aktivitet që kemi pas bërë gjithë vitin. Dhe në këtë formë mbajmë edhe fëmijët në formë, sidomos ata që janë gjithkohës në stërvitje dhe kemi një sport të detajuar dhe një program të detajuar. Do ja ulim ngarkesën, do luajnë siç kanë dëshirë ata, thjesht ata nuk do rinë telefon, nuk do rinë shtrirë dhe nuk do anë pistliqe. Po janë shumë të shëndetshme format e ushtrimeve, ka plot mënyra se si të mbajmë trupin të shëndetshëm. Për shembull, një nga ushtrimet që fëmijët tani bashkë me Enisin mund të ushtroni këto. Po, ushtrimet më të mira që unë do ja u sugjeroj atë gjithëve, unë po i bëj dhe me Enisin, janë ushtrimet që dhe mjafton të kemi vetëm një top, ullu pak Enis, opa, kërcen me zushën lartë, atë. Ushtrimet më të mira janë ushtrimet që ne mund të përdorim edhe peshën trupore. Ose me kërcime dhe mjafton vetëm një top, së shnevat kemi shumë vegla me vete, për shumë një ushtrim tjetër, dhe kjo në ndihmon dhe në ushtrimet e këmbëve, edhe të luajmë, edhe të kërcejmë, do më thënë në gjithë, në total body, gjithë trupin. Pastaj, mund të ulemi dhe të luajmë në këtë lloj forme. Unë po do më thëmë fëmijës, ne ja trajtojmë si loj, nuk ja trajtojmë si sport. Si stërvitje, Si stërvitje të detyrueshme. Dhe këtu, ne prap kemi në stabilitet gjithë pjesën e trupit. Kemi pjesën tjetër, për shembull mami do që të bëj muskujt e barkut, edhe dua që t'i bëj, unë s'kam që bëj. Vështirët për t'i bërë. Enisa, afro këtu të zysha. Atë. Dhe ne do ulemi, mbrapa, ngriu. Opaj, e kape, ik prap, dhe ja sjell. Opaj, e shef? Shumë bukur. Kjo është dhe një lojë shumë e bukur për fëmijët. Pastaj, në këtë pozicion, pa e lodhur prap, rrim, pozicionojmë prap e nis këtu ku ishe, dhe këtu në zysha, grijatë, dhe ta bëjmë këtu, opaj, japim dorë njëri tjetrit. Për shembull, na duhet shumë pak vend, sepse sot në plazhet tona s'kemi dhe shumë rër. Mund të bëhen dhe në shtëpi. Këto mund të bëhen dhe në shtëpi, po meqense jemi në det edhe rrim një farë kohe shumë gjatë, që t'i zëm kohën, se mërziten edhe me detin, ose fillon ftofet pak ajo mbasditja, edhe ne meqense është dhe freskët i angazhojmë. Një ushtrim tjetër që ju bën shumë mirë dhe fëmijëve, ulu plank, dhe e bën prap me zyshën. Unë kërcej, pasaj ka radhën e Enisit. Ti Enis do më kalosh, jo do kërcesh. Super. Bravo. Enisi dhe kaloi. Edhe, në këtë lloj forme, ngriu zemër, në këtë lloj forme ne luajmë edhe ushtrohemi së bashku. Dyshe, treshe, katërshe, gjithë familja përfshihet të angazhohet. Në një top, pa top, disa ushtrime të tilla do na shërbejnë shumë mirë dhe për të na mbajtur. Si vetë po, mjafton që ne edhe me peshën trupore mund të bëjmë shumë ushtrime. Mjafton që të jemi në lëvizje gjithkohës. Tani Enisi na bëj një performancë me topin, kështu që 2-3 këshilla ishin të mjaftueshme për ju nga trajnerja jon Matilda për t'ju angazhuar sadopak. Përveç se aktiviteteve të tjera që mund të jetë libri, mund të jetë... Patjetër, edhe ato nuk duhet që t'i shmangem, po gjithsesi duhet kemi dhe një kujdes, pasi kemi bërë gjithë këta aktivitet bashkë, fëmija, si do që tjetë fillon djersitet, nxefet, duhet kemi kujdes kur ai të futet në det përsëri, ta lënë të qetësohet pak, t'i bjeri djersat, filloj të freskohet avash-avash dhe pastaj të futet. Sepse këto ushtrime, patjetër që i bëjnë shumë mirë, duke i kombinuar edhe me notë,
se patjetër gjëja që në gjithë vitin nuk me zor edhe nuk e gjejmë dot, është notje dhe pastaj bëjmë lojra të ndryshme dhe këto që unë përmenda më lart. Duke pasur parasysh që duke u ushtruar, duke u djersitur fëmijët, është pak e sikletshme dhe rrezikshme në një farë mënyrë, hyrja më një herë në ujë të detit. Është shumë e rrezikshme, sepse varet se si ndodhet trupi i fëmijës, sa është lodhur, sa është pulsi, sa vap është, në çfarë kushtesh jemi. E lëm të qetësohet pak, e ndjem vetë edhe vetë fëmia thotë të futem tani se jam më mirë, e shoqërojmë përsëri sa ta lagim pak sa të marri veten, dhe pse jo bëjmë not bashkë, mund të bëjmë lojra dhe në ujë. Patjetër që mund të këto ushtrime që unë sapo bëra me Enisën, përveç pjesës që ushtrim poshtë, pjesën me kërcim ne mund ta bëjmë dhe në ujë dhe kështu ne japim edhe një ngarkesë shumë të mirë te këmbët dhe fëmia fillon mësohet që duhet të edukohet duke bërë edhe sport. Për ne nënat, uji i kripur, uji i detit, sikur na ndihmon pak me tonifikimin, na jep një dorë. Për ne nënat edhe babat, çdo ujë na bën mirë, mjafton vetëm Zot kemi dëshirën që të bëjmë. Që të bëjmë. Jo, thash, pa e pirë, po flas, zhytur edhe noti edhe krypa. Të dyja e rëndësishme është që ti bësh çdo që ti jetë, vetëm të bësh aktivitet fizik. Patjetër që uji i kripur ti jep më efikasitet, je më rahat, se liqene, është vetëm për të pjesa që ti ri pak më lartë, e ke më të thjesht, pasaj ujrat e detit tonë që janë shumë të mira se sa... Janë fantastike, pa dyshim. Kështu që deti është pak më i rahatshëm edhe më qef. Por që të dyja, nëse ti do të bësh aktivitet fizik, të dyja çado lloj edhe lumt le të jetë, mjafton që ti të kesh dëshirën. Dëshira është vullneti, kohën e gjejmë, se kurdo që të bëhet, kush më mirë për të ushtruar? Ka ndonjë orar të caktuar që bën më shumë efekt në organizëm apo? Edhe në anën psikologjike, shpesh është bërë kjo pyetje dhe në studimet është thënë që ka njerëz që janë të ditës, ka njerëz që janë të natës, që kështu nuk jap asnjëherë një recetë të dikuj që është më mirë ta bësh në mëngjes apo ta bësh mbasdite, por unë i them kur ndihesh ti më produktiv, si zgjohesh ti, si e ke ditën ti, se varet edhe si është dita, sa e ngarkuar është, që kështu ti je doktori i vetes edhe i dëshirave të tua, dhe për më tepër që ti e zgjedh vetë kur do të çlirohesh edhe të kënaqesh, mos ta kesh stresin gjatë gjithë kohës që bobo do ikën në palestër apo do ikën në sport. Si një obligim. Që kështu nuk ka ndonjë, për mua si Matil, nuk ka ndonjë orar të caktuar, përveç se kënaqësisë dhe dëshirës që ty të bën të jesh më produktiv. Po. Shumë faleminderit. Enis, do të marrim malli për klasën? Për mësuesit? Po. Gjatë verës? Po, shumë. Do të marri, ja? Mirë, ne do t'i përshëndesim shikuesit dhe mund të bësh dhe një përshëndetje me qenë se je për herë të parë në ekran. Këtë do të përshëndesësh? Unë do përshëndesi mamin, babin, motrat. Trajnerin e Motra është më e vogël apo më e madhe? Qa? Motra është më e vogël? Jo, motra e më të vogla. Ky ka 2 binjake për motra, ka dhe një vllaj që është dhe ai talent, po prap. Po ai në një aspekt tjetër në pikturë. Bukur shumë. Shumë suksese, pushime të mbara, edhe të presim me fitoren e radhës, apo jo, në atletik. Faleminderit, Matilda. Faleminderit.